Borko Stefanović, nën kryetari i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë në Serbi, deklaroi se njohja e Kosovës nga Kenia ndodhi 5 muaj pas vizitës së Tamara Vučić, bashkëshortës së presidentit serb Aleksandar Vučić, e cila falenderoi udhëheqësit kenyan për mbështetje ndaj interesave shtetërore të Serbisë, veçanërisht në lidhje me Kosovën. Stefanović vlerësoi se këngët dhe vallet që Tamara Vučić këndoi dhe performoi me liderët kenyan, duke kënduar këngën Hakuna Matata, që do të thotë nuk ka problem, ishte një shenjë qartë e një problemi ekzistues pasi ky shtet afrikan e ka njohur formalisht Kosovën, shkruan Danas. Ai e cilësoi këtë veprim si një shembull të kujdesit të rrem për interesat shtetërore të Serbisë dhe luftën për Kosovën nga regjimi i Vučićit. Stefanović ngriti dyshime në lidhje me statusin dhe autorizimet e vizitës së Tamara Vučić në Kenia, duke theksuar se titulli i zonjës së parë nuk ka bazë ligjore në Serbi dhe se nuk është e qartë se për çfarë fondesh ajo mund të ketë premtuar ndihmë financiare Kenias. Ish kryenegociatori serb për dialogun me Kosovën kritikoi diplomacinë e Vučićit, duke akuzuar atë për sjelljen e një rezultati të tillë përmes një diplomacie absurde dhe të papërgjegjshme. Ai gjithashtu e quajti skandal qëndrimin e Tamara Vučić në Kenia, duke theksuar se kjo ishte një përdorim i papërshtatshëm i parave të qytetarëve për udhëtime që prezantoheshin si vizita shtetërore dhe duke shprehur shqetësimin se qytetarët e Serbisë mund të presin lajme të tjera negative. Ndryshe, Kenia bëhet vendi 118 që ka njohur pavarësinë e Kosovës, të cilën e ka shpallur më 17 shkurt të vitit 2008.